Viti 2026 pritet të jetë viti destinacioneve të reja turistike, me gjithnjë e më shumë vizitorë që kërkojnë përvoja autentike, çmime të përballueshme dhe vende ende të paprekura nga turizmi masiv, shkruan media italiane TGU24. Sipas tendencave të turizmit ndërkombëtar, Shqipëria renditet ndër destinacionet më të kërkuara për vitin e ardhshëm, duke tërhequr vëmendjen e turistëve nga e gjithë Evropa. Shqipëria, perla e re e Mesdheut. Shqipëria vazhdon të konsolidojë pozicionin e saj si një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Evropë. Kombinimi i plazheve mahnitëse, trashëgimisë historike, mikpritjes tradicionale dhe kostove më të ulta, krahasuar me destinacionet e tjera mesdhetare, e ka kthyer vendin në një zgjedhje gjithnjë më të preferuar për pushuesit. Bregdeti shqiptar, veçanërisht Riviera shqiptare, po fiton famë ndërkombëtare fal ujrave të kristalta, gjyreve të fshehura dhe peizazheve mbreslënëse. Ndër destinacionet më të vizituara renditen Himara, Ksamili, Saranda, Dërmiu dhe Vlora, ndërsa zona të tjera si Borshi, Qeparoi dhe Lukova po tërheqin gjithashtu interes në rritje. Për te i deti, turistët po zbulojnë gjithnjë e më shumë edhe pasuritë kulturore të vendit. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se Shqipëria do të vazhdojë të jetë një nga zgjedhjet kryesore për turistët që kërkojnë pushime cilësore me kosto të përballueshme, larg mbi popullimit që karakterizon disa nga destinacionet tradicionale të Mesdheut. Nëse po planifikoni pushimet e vitit 2026, Shqipëria mbetet një nga alternativat më interesante dhe premtuese në Evropë dhe Mesdhe, shkruhet në median italiane. Me kombinimin e plazheve spektakolare, qyteteve historike, maleve mbreslënëse dhe mikpritjes së njohur shqiptare, vendi po forcon pozitat si një nga pikat më të nxehta të turizmit ndërkombëtar, duke konkuruar gjithnjë e më shumë me destinacione tradicionale të rajonit.